Dhe duket se njëta gjë po ndodh me Mateon dhe Brikenën. Flasim çik për këtë që publiku po vdes ti shohë çift. Tani ka disa paktën si mendoj unë, ose Brikena po luan dhe është kaq e zgjuar dhe zgjuarësia e saj nis që nga klipi që thotë nuk kanë pasur kurrë një lidhje, se vetëm me atë deklaratë e saj në klip, Shqipëria ka një muaj që po merret. Ajo ka goditur, prit një sekond. Dhe ajo çoi qëllimisht Mateon në mendim që gjithë shtëpia të merrej me këto të dy. Dje kur i vajti një parashut Mateos, besoj e ke parë, Brikena si qeshi fytyra. Nuk u çua të përqafonte, po ama fytyra i qeshi. Thën kjo, ai qeshi me të vërtet fytyra, apo Brikena është aq lejtare sa që e di që këto gjëra bëhen virale jashtë, sepse është edicioni i 5 dhe njerëzit e din si luhet Big Brotheri më mirë se sa e dinin banorët e njëshit apo dyshit. Më thuaj. Kush më mirë se banorët, patjetër e di Brikena, është rasti vajzës së bukur, por më ndjen pret. Ajo kur mbajti një mis me meme në Tajland, patjetër që unë mendoj që ka qenë strategji edhe fjala e jetës personale që s'kam qenë lidhur, sepse e di mentalitetin. Shqipëria që do fillojnë të numërojnë nishat pastaj, ajo e dinte këtë gjë, e kupton? Ajo patjetër mund të mos japi detaje për jetën e saj personale, por e ka zgjedhur si pikë strategjike që sidoqoftë mos komentojnë vetëm për pamjen time, por te klipi të kem edhe këtë gjën. Siç ndodhi në Big Brother 2 me Dea Michelin që tha atë frazën jam këtu vetëm se jam e bukur. Se jam e bukur. Dhe të gjithë u morën me këtë vëse. Po, e vërtet. Këtë e mendoj strategjike. Nga ana tjetër, dëgjoj. Shoh që Big Brotheri, ajo shtëpi do çifte që lindin aty, jo që vinë nga jashtë. Edhe sepse ato duan, ato bëjnë edit ato shikimet, atë momentin e parë që japin dorën, atë fytyrën e parë kur shohin sytë e njëri tjetrit, dhe don apo nuk don, shqiptarët duan një gjë që lind, që ndahen, vriten metaforikisht, gjithmonë metaforikisht, zihen, puthen, ledhatohen, pra duan historinë pra që zhvillohet aty. Po, se duan të jenë pjesë e çdo gjëje, kur vinë pastaj kështu si të bëra gati nga jashtë, o janë strategji. Po pritani se këtu kemi një gjë akoma më të bukur, nëse është siç thuhet, se kemi një dashuri të ndaluar jashtë. Siç është e Brikenës dhe Mateos, nëse ka qenë dashuri, se një teori ka qenë që njerëzit e Brikenës kanë ndërhyrë për të ndaluar këtë marrëdhënie, kështu po dëgjoja pak pra. Brikena është në limitin e qenurit introverte dhe ekstroverte, dhe unë pash një dialog që patjetër sytë e Brikenës gjithmonë janë poshtë, nuk e sheh kur Mateo në sy, pash një fragment aty jashtë në obor që ky i thot ti e din për arsye madhore, dhe Brikena nuk bën asnjë koment. Po. Nuk bën asnjë koment dhe dukej që heshtja e saj pohoj dhe heshtja e saj tha shumë. Pra, se siç i thot, jo, ne nuk jemi puthur, mund t'i thoshte që jo, çfarë arsyesh madhore ti thua, jo po thuaj këtu, pra, të dy e lan atë temë. Mua më vjen keq që dashuritë pamundura ndonjëherë për arsye të ndryshme nuk ecin, por ka një mënyrë se si kjo gjëja mund të shkojë deri në fund.